Në Bregdetin jugor të Shqipërisë ka një numër të konsiderueshëm indiciesh që lidhen me ndërtimin e hoteleve dhe resorteve nga figura të lartë të Partisë Socialiste. Një shembull i fundit është Arben Pllumbi, kryetari i Komisionit Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese, i cili ka aplikuar për leje mjedisore për ndërtimin e një kompleksi turistik me apartamente dhe hotel në radhim të Vlorës. Ky investim është realizuar nga kompania ABA, e cila është e zotëruar plotësisht nga Pllumb dhe administrohet nga vllai i tij Erlin Pllumbi. Ky nuk është rasti i parë që zyrtar socialist janë të përfshirë në projekte të tilla, pasi një rast tjetër i njohur është ai Tangaçit dhe bashkëshortja Olta Xhaçkës, i cili kishte tentuar të ndërtonte një hotel me 5 yje në Himar. Ky investim ka ngjallur dyshime dhe është hetuar nga SPAK pas kallëzimeve për falsifikim të dokumentave dhe abuzimeve me tokat shtetërore. Një lidhje tjetër mes Pullumbit dhe Xhaçkës është ajo familjare, pasi Xhaçka është mbese e Pullumbit, duke krijuar një grup të lidhur me biznesin e resorteve në Bregdet. Ky fakt hedh drejt mbi ndikimin e lidhjeve familjare dhe politike në zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Kjo situatë pasqyron një problematik më të gjerë dhe të përdorimit të privilegjeve dhe faktorëve publik për të përfituar nga projekte turistike ku ndonjëherë këto mund të shpërdoren. Turizmi është ndruar në një nga shtyllat e ekonomisë shqiptare dhe shumë politika zhvillimi janë përqendruar në këtë sektor, përfshirë dhënien e statusit strategjik dhe lehtësiat fiskale për investitorët. Megjithatë, ka shqetësime se këto favore mund të shfrytëzohen në mënyrë të pasinqertë me të përfitojnë vetëm ata që janë brenda rrethit politik.